Konkurrentët e The Miss Globe 2025 kanë vjuar turin e tyre promocional dhe turistik në Shqipëri, duke vizituar 2 destinacione të tjera të rëndësishme, Librazhin dhe Gjirokastrën. Por herë të parë në historinë 22 vjeçare të këtij kompeticioni botëror, të organizuar nga Deli Art Association, vajzat ndaluan në qytetin e Librazhit, ku u zhvillua nata e 2 gjysmëfinale e talenteve. Kryetari i Bashkisë Librazh, Marit Lindisha, mirëpriti konkurrentët dhe stafin organizator në një ceremoni të veçantë. Më pas, vajzat vizituan parkun kombëtar të Shebenikut në një lartësi prej 1200 metrash mbi nivelin e detit, ku patën mundësi të njiheshin nga afër me jetën dhe traditat e grave të zonës, duke marrë pjesë simbolikisht në vjeljen e patates së famshme të Fushë Suldenit. Kemi nderin dhe kënaqësinë të mirëpresin konkurrentët e Miss Globit që vijnë nga gjithë bota. Dua të falenderoj Petrin dhe të gjithë organizatorët që u morën me këtë aktivitet kaq të bukur. Jemi në fazën e zhvillimit të turizmit malor dhe shumë shpejt Librazhi nuk do jetë më si një qytet tranzit që të kalojnë dhe të ikin për në qytetet e tjera, por duam që Librazhin ta kthejmë si një qytet me destinacion turizmi malor. Mbrëmja ju kushtua banorëve të Librazhit me një performancë talentesh të kombinuara me element nga ansamble tradicionale lokale, duke sjellë atmosferë festive dhe shumë ngjyra kulturore. Ditën pasuese, delegacioni i The Miss Globe udhëtoi drejt jugut të vendit me ndalesa të vogla rrugës, duke shijuar kulinarinë shqiptare përpara mbërritjes në Gjirokastër dhe Sarandë. Në Gjirokastër do të mbahet nata e 2 gjysmëfinale e këtij kompeticioni të rëndësishëm ndërkombëtar bukurie. Kryetari i bashkisë, Flamur Golemi, së bashku me stafin e tij, rezervua një pritje të veçantë për konkurrentët, duke i shoqëruar ato me një tur turistik të qytetit të Gurt. Në momentin e parë që e hodhe si ide për ta bërë Miss Globe 2025 në Gjirokastër, mbase unë isha pak skeptik. Pasi të ikni nga Gjirokastra, se cili prej jush do jetë ambasadori më i mirë i Gjirokastrës në vendet tuaja. Nga kjo e premte, e deri në finalen e madhe, publiku do të ketë mundësi të ndjek programe të dedikuara në pritje të The Miss Globe 2025, ekskluzivisht në Vision Plus, në 2 fasha orare në orën 15:30 dhe 23 të mbrëmjes.